Do të shkojmë tani drejt për drejt me kryeministrin Edi Rama që merr pjesë në një ceremoni me rastin e 10 vjetorit të urgjencës kombëtare. Nga rreshtja e dytë e andej, natyrisht pa harruar edhe drejtorin, i cili është një protagonist i jashtëzakonshëm i një historie suksesi që flet vet nga fillimi deri në fund dhe dua t'i falenderoj nga zemra një për një të gjithë vajzat, djemt, gratë, burrat me uniformë që janë në një front tejet sfidus dhe që për hir të vërtetës kur shef se çfarë intensiteti kanë në veprimtarinë e tyre të përditshme, meritojnë vetëm mirënjohje. Shumë faleminderit të gjithëve ju. Kujtoj që kur e nisëm ristrukturimin e urgjencës, pati një reagim edhe një rezistencë shumë të çuditshme, si për gjitha gjërat që këtu në Shqipëri përpiqesh të ndryshosh, a thua se po shkatronim ndonjë sistem ekselence botërore. Dhe faktikisht koha shumë shpejt provoi që kishim të drejtë të besonim që ai sistem e kishte të pamundur të funksiononte, nuk ishte çështje telefonash që ishin të shekullit kaluar, nuk ishte çështje makinash që ishin të shekullit kaluar, ato mund t'i ndryshoje, por sistemi ishte komplet ineficient. Dhe falë edhe rastësisë që në këtë rast ishte edhe mbreti i suksesit, na u dha mundësia të kemi gatishmërinë e doktor Skënderit, i cili është vërtet protagonisti kryesor i këtij transformimi dhe sot që e shoh me sytë e fillimit, por edhe me nevojat e aktualitetit, besoj që është koha që ne të shkojmë më tutje me këtë transformim. Spari tani më urgjenca kombëtare ka fituar të gjithë autoritetin e fakteve, ka fituar autoritetin e provës së madhe të dobisë së saj dhe të eficiencës së saj. Dhe nuk kemi më arsye pse të gjithë sistemin e autoambulancave, të gjithë sistemin e trupave që janë në territor, të gjithë sistemin e koordinimit të urgjencës të mos e përqendrojmë tërësisht të urgjenca kombëtare, duke mos lënë më spitalet edhe strukturat e tjera që të futen në mes, sepse është një hallkë e tepërt. Sa më shumë hallka të tepërta të kemi, aq më shumë kërcënohet misioni, qoftë i urgjencës, qoftë i zjarës fikseve, qoftë i emergjencave civile, qoftë edhe veti policisë shtetit. Prandaj edhe në këtë aspekt, me që këtu janë edhe drejtuesit e tjerë, ne duhet të shkojmë një hap më tutje, edhe duhet t'i bashkojmë të tëra këto. Natyrisht këto janë struktura që do të funksionojnë pavarësisht nga njëra tjetra, por ama të gjitha thirrjet dhe sinjali i parë i një urgjence, qoftë natyrës mjekësore, qoftë natyrës mjedisore, qoftë natyrës kriminale, duhet të vinë në një vend. Dhe nga ai vend duhet shpërndahen. Në një godinë, në një njësi të ndarë, ose më saktë në një trup të ndarë në 3 njësi të ndryshme, totalisht autonome nga njëra tjetra, por me të njëjtin sistem. Ky hap tani më është hap që i ka ardhur koha dhe ne do ta bëjmë dhe këtë.
sepse në shumë raste ndodh që këto trupa kanë nevojë për njëra tjetrën. Nuk është çështja se thritet policia vetëm kur thritet policia, ose thritet emergjenca civile vetëm kur thritet emergjenca civile, ose zjarr fiksi, ose urgjenca. Këto trupa kanë nevojë për njëra tjetrën. Dhe natyrisht, shpesh, secila nga të tre të parat ka nevojë për urgjencën mjekësore nga mbrapa. Për të jo thjesht ndodhi një plagosje dhe niset thjesht policia, por niset njëkohësisht edhe urgjenca ose anasjellës. Kështu që në këtë rrugë besoj që këtë nivel që tani më e shohin të tërë ata që e provojnë, dhe tjerët kur mos e provofshin, por nga ata që se provojnë dhe që s'kan idenë se çka ka ndodhur në territorin e Shqipërisë, pastaj vjen edhe shumë balë mbrapsh, ne mund ta ngrem në një nivel tjetër të gjithë sistemin ton të urgjencave në tërësi. Nuk e harroj asnjëherë se çfarë u tha dhe çfarë u detyruan të dëgjojnë të gjithë këta njerëz që për mua janë herojnë të heshtur të jetës përditshme, në rastin e Pogradecit, kur ai rasti i famshëm që u bë telenovel në mënyrë të qëllimt nga burimet e medias dhe nga politika, dhe ju tregua shqiptarëve një gënjeshtër shumë e madhe që mori proporcione të jashtëzakonshme në një kohë shumë të shkurtër, dhe një nga elementet e gënjeshtërës ishte që urgjenca ishte vonuar 40 minuta. Nuk ndodh. Dhe për fat të mirë, sot çështja e llogaridhënies dhe transparencës së urgjencës kombëtare nuk është çështje opinionesh apo tregimesh, çfarë tregon njëri, çfarë tregon tjetri. Është e gjitha në regjistrin ose në bankën e dhënave elektronike që ka njësia e koordinimit. Dhe ti mund të shkosh dhe mund ta verifikosh në kompjuter rastin specifik kur erdhi thirrja, kush e mori thirrjen, kur e dha urdhrin për të nisur misionin, kur u nis misioni, kur arriti në përfundim. Dhe faktikisht, nëse unë e mbaj mend mirë, ishte 7 minuta. Urgjenca kishte vajt për 7 minuta, jo për 40 minuta. U ngritën gjithë qeneria në një lehje të madhe, siç ndodh çdo natë, sepse ne jemi rritur në fakt me qenë të lagjes natën, që lehnin. Tani s'kam nga ata që lehin jashtë penxhereve, janë këta që lehin te penxheria e televizorit dhe u terroriz gjithë mileti. Tani është koha që këtë eksperiencë në këtë eksperiencë përfshijmë dhe të tjerët. Dhe do ta mbyll me një anekdotë të jetuar të doktorit, që në fillim kur urgjenca mori uniformat që ka sot, kishte problem me qytetarët që thrisin urgjencën, se kur hapnin derën, shifnin këta me uniformë dhe mbyllin derën, thoshin nuk kemi thirr privatin, kemi thirr shtetin. Se shteti duhet paraqitej si leckaman atje. Kurse kjo paraqitje ishte paraqitje me të cilin ishin mësuar të shifnin shtetin. Dhe kjo i thot, besoj, që të gjitha, ato që kanë ndodhur me urgjencën kombëtare. Është realisht një nga krenaritë e reformave që ne kemi bërë. Është krenari për mënyrën se si është transformuar në një histori suksesi, një histori turpi. Është krenari për mënyrën se si është transformuar nga hyrpamja e burimeve njerëzore dhe se si është harmonizuar eksperienca atyre që patën fatin të mos dalin pension pa e parë një herë një ambulancë që funksionon nga fillimi në fund, edhe që të paktën kur të shkojnë, ai shoferi kishte emocione, po të paktën
emocione në skenë që del njerë në jetë, po jo emocione që i fiket makina në rrugë dhe nuk shkon do të shpëtoj tjetrin, si shka pas në të kaluar. Dhe është krenari që sot ne kemi një urgjencë kombëtare që nuk i lë Gjomangut, edhe pse ka pa tjetër gjëra që mund të i bëjmë më mirë, nuk i lë Gjomangut urgjencave të vendeve të tjera. Kështu që me shumë respekt edhe herë, po e ndaloj fjalën aty ku e nisa dhe do dëshiroja shumë që gjitha autoritetet në rreshtin e parë bashkë me mua t'i kushtoni një duartërkitje të veçantë gjithë vajzave, djemve, grave dhe burrave të urgjencës. Shumë faleminderit edhe sinqerisht shumë respekt edhe jini krenar për atë që bëni çdo ditë dhe juve nga gjithë ne që jemi këtu jeni të vetmit që e keni të sigurt që kur të shkoni takoni shëmpjetrin në vendin e keni parajs. Ne të tjerët nuk jam i sigurt. Kështu që na keni ndihmuar, jeni pjesë e urgjencës, sa herë kemi urgjenca, jeni pjesë e jona. Shumë faleminderit. Nuk ju premtoj që kur ta vesh do kem në urgjencë, po do ta vesh me kënaqësi dhe besoj që juve do ma toleroni që ta vesh për qefin e ngjyrave që ka. Edhe pse ndonjëherë mund ta përdor kur të shkoj të rraf ministrat në qeveri. Kryeministri Edi Rama aty duke folur në këtë ceremoni me rastin e 10 vjetorit të krimit të qendrës kombëtare të urgjencës. Ka zhvillime në Bashkinë Tiranë, merret jemi lajmëruar për një konferencë për shtyp nga ana e nënkryetarës deleguar, komanduar Anuela Ristani, por paraprakisht kemi mësuar për 2 shkarkime që ajo ka bërë ndaj zyrtarëve të emëruar më herët në Bashkinë Tiranë. Bëhet fjalë për shkarkimin nga detyrat të nënkryetares Sara Goxhaj dhe sekretarit të përgjithshëm Alban Dokushi. Po ju përcjellim tani edhe 2 shkresat me cilat ajo ka nënshkruar pikërisht shkarkimin nga detyrat të këtyre 2 zyrtarëve. Kujtojmë që një ditë më parë, me anë të një urdhrit nënshkruar nga kryetari në Burg i Bashkisë Tiranës Erion Veliaj, zonja Sara Goxhaj emërohej pikërisht si nënkryetare deleguar, pra që merrte detyrat e kryetarit të Bashkisë Tiranës, kompetencat, ndërsa më pas ky vendim u anulua dhe gjithçka u quajt një keqkuptim. Shoh që bëhet gati zonja Ristani për të komunikuar me mediat, paraprakisht ne jemi për të konferencë të saj për shtyp e me daljen e këtyre shkresave bëhet edhe më i qartë tani se për çfarë ajo do të flasë. Megjithatë, besoj se nuk do të jetë vetëm një zvendësimi këtyre 2 emrave në stafin e Bashkisë së Kryeqytetit, sekretarit përgjithshëm dhe një prej nënkryetarëve, por diçka më tepër. Ka filluar zonja Ristani, e ndjekim. Që pas një sër njoftimesh që kanë qarkulluar këtë ditë në media, të ndaj sot në këtë konferencë për shtyp një sqarim të plot për mënyrën se si po vijon puna në Bashkinë e Tiranës dhe si po menaxhohet ai institucion që drejton kryeqytetin e vendit tonë. Kryetari i zgjedhur i Tiranës, Erion Veliaj, në përpjekje për të garantuar vimësinë e punëve, siç sqaroi dhe vetë dje nëpërmjet statusit të tij në rrjetet sociale, ka marrë disa vendime në kushte të informacionit të cunguar dhe në kushte të izolimit ku ai ndodhet. Këto vendime kanë krijuar një keqkuptim dhe kanë sjellë konfuzion dhe shqetësim, të panevojshëm, të cilin ai vetë sqaroi dje. Nuk ka asnjë krizë funksionale në Bashkinë e Tiranës. Puna vazhdon me të njëjtin përkushtim, me të njëjtin energji dhe me të njëjtin vizion që ka udhëhequr punën ndër gjithë këto vite në drejtimin e kryetarit Erion Veliaj. Ne nuk do të ndalojmë së punuari për qytetin e së ardhmes, për fëmijët tanë, për një Tiranë që nesër do të na bëjë të gjithëve krenar. Këtë e kemi për detyrë ndaj qytetit dhe ndaj çdo qytetari. Po ashtu, më lejoni të ndaj me ju një mesazh timin personal. Kam qenë pjesë e Bashkisë së Tiranës dhe ekipit të drejtuar nga kryetari Erion Veliaj për më shumë se 10 vite. Kam punuar çdo ditë për krahati, duke sakrifikuar kohën, familjen, fëmijët, për të shërbyer qytetit. Për ne, të gjithë, Bashkia e Tiranës ka qenë shumë më shumë se sa thjesht një punë.
ka qenë një mision i përbashkët dhe nuk ka asnjë mas sigurie, asnjë artikull mediatik që të zbe respektin dhe besimin që kemi ndërtuar me njëri tjetrin. Unë besoj shumë fort se mënyra më e mirë për të nderuar punën dhe përkushtimin e Erion Veliajt është që bashkia të vijojë të kryej më së miri punën për qytetarët dhe të jetë në shërbim të tyre. Në fund, historia do të kujtoj punën dhe jo fjalën, do të kujtoj veprat dhe jo thashethemet. Gjithashtu, dua të shpreh minjorjen time për kryeministrin zotin Edi Rama, i cili në këto ditë të vështira nuk është gjendur pranë vetëm stafit dhe skuadrës së Tiranës, por edhe të gjithë kryeqytetit. Dhe në përfundim, për çdo qytetar që kërkon informacion apo ka probleme me bashkinë, të gjitha kanalet tona të komunikimit janë të hapura. Zyra jonë me qytetarët vazhdon të jetë e hapur me gjithë portalet e saj. Numri i gjelbër është funksional 0800 088. Gjithashtu edhe adresat online info@bashkia.al. Do të marr disa pyetje, nëse doni, edhe do të vijmë me punën. Po. Angela Shata, televizionit Botnus. Zërin Stan, vendimin tuaj është kërkuar nga detyrë zonja Sara Goçaj dhe zonja Bando Kushi. Cila është arsyeja për televizje, pra për të vendrim dhe dyta, vazhdohet që nuk të shkoni nga puna njerëzit e zonjës Erion Veliaj. Pra njerëz të besuar të tij flasin raport me punën. Sa i vërtetë është kjo? Unë drejtoj një institucion. Institucioni udhëhiqet mbi bazë të rregulloreve, mbi bazë të legjislacionit dhe unë mbaj përgjegjësi për këto. Kështu që çdo lëvizje apo qarkullim stafit bëhet mbi bazë të këtyre dy parimeve. Unë një minutë gazetare dhe Luciana. Do të shta përsëritur pyetjen e kolegës, a ka një motivacion për shkarkimin dhe detyrat të zonjës Goçaj dhe zotit Dokushi? Dhe pyetja tjetër është nëse a ka për ju një urdhër nga kryetari Veliaj për rimarrjen e detyrës tuaj si kryetari i deleguar? Patjetër, kryetari dje e deklaroi Kryetari dje ju a njoftoi vet nëpërmjet kanaleve të veta anullimin e urdhrit të parë. Të gjitha këto janë në protokoll, kështu që ka data të sakta. Por dhe pyetjes së parë mendoj që ju përgjigje. Po, tjetër? Në rregull? Faleminderit, punë të mbarë. Anuela Aristani aty, duke bërë këtë komunikim të shkurtër me mediat, nuk dha ndonjë hollësi të madhe në lidhje me zhvillimet në Bashkinë e Tiranës, por edhe një herë të mbetemi tek ato dy shkresa që ne i paraqitëm pak më parë, shkarkimin e nënkryetare Sara Goçaj dhe sekretarit përgjithshëm Alban Dokushi. Nuk u dha ndonjë hollësi për këtë, thjesht edhe një herë u sqarua se vendimet e kryebashkiakut Erion Veliaj janë marrë në mungesën e informacionit, ndërsa nga ana tjetër zonja Aristani siguroi qytetarët se gjithçka vijon të funksionojë në Bashkinë e Kryeqytetit, gjitha sportelet janë të hapura dhe gjithashtu numri i gjelbër dhe i ftoj qytetarët që të kontaktojnë me bashkinë në lidhje me çdo problem që mund të kenë. Më herët gjatë ditës për zhvillimet në Bashkinë e Tiranës ka komentuar kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, duke i quajtur këtë një lojë mafioze dhe të tmerrshme psikologjike. Seria e fundit e narkosit që zhvillohet në godinat në godinën e qeverisë Bashkisë Tiranës dhe qelit e burgut qeveritar në Durrës. Zhvillohet një skenar që as në filma nuk do mund t'ishte i tillë. Një skenar me habira të denja për çdo punktat të narkosit. Veliaj vendos të shkarkoj Ristanin dhe të emroj Sara Goçaj për firmën e tij, të firmos në emër të tij, delegon firmën. Ai bën një salto mortale të papritur. Thot se kjo ishte një keq kuptim. Dhe këte e bërë nga një kërcënim mafioz, alla mafiozi Edi Rams, që
vendosi shkarkimin e Erion Velis. Dhe me të marrë vesh shkarkimi i Erion Velis, Erion Velia sikur t'ishte në zyrën e Bashkisë Tiranë dhe jo në Qeli Durrës, e kuptoni se çfarë kontrollit të mërshëm i bëhet atij njeriu? Po ku e mori vesh dhe si e mori vesh ai që u shkarkuat dje në ora 2 ditës? Si e mori vesh? Më thoni ju mua. Pra këtu bëhet një lojë, një lojë mafioze, një plojë psikologjike, një betejë psikologjike pa imagjinueshme. Kush ja tha atij që vendosi shkarkimin e Tiranës? Le të shohim të tjera lajme të ditës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar fondin për zgjedhjet e 11 majit. Për 11 parti politike janë shpërndar 1.3 milion euro. Pjesën më të madhe e përfiton Partia Socialiste dhe ajo Demokratike. Zgjedhjet e 11 majit do t'i kushtojnë buxhetit të shtetit 1.3 milion euro. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi këtë të premte fondin në total për 11 partit politike në garë, ku pjesa më e madhe është ndarë për Partinë Socialiste dhe atë Demokratike. Konkretisht, socialistët kanë përfituar 65 milion lek, ndërsa Partia Demokratike 44 milion lek. 9 milion lek shkojnë për Partinë e Lirisë së Ilir Metës. Për Partinë Social-Demokrate të domdoshit janë vënë në dispozicion 3 milion lek, ndërsa 2.6 milion për Partinë Republikane të Fatmir Mediut. Më pas, renditen edhe 6 partitë e tjera, të cilat kanë marrë shuma më të vogla parash. Fatura e zgjedhjeve të 11 majit pritet të fryhet akoma më shumë, sidomos prej votës së diasporës, e cila për herë të parë në këto zgjedhje ka fituar të drejtën e votës. Duke qenë se fondet ndahen në bazë të rezultatit të zgjedhjeve të 2021-shit, por edhe për faktin se nuk është zyrtarisht deputeti i partisë së tij, Lulzim Basha nuk përfiton asnjë fond nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Madje ky institucion ka urdhëruar degën e Lulzim Bashës në një sintet të heqë simbolet e Partisë Demokratike pas ankesës së kësaj të fundit. Ajola Zoza, bashortja e kryetarit të arrestuar të Bashkisë Tiranë Erion Velia, është paraqitur në SPAK në zbatimin e masës së sigurisë, detyrim paraqitje. Ajo ishte shoqëruar nga avokati Max Axhia. Prokuroria e posaçme lëshoi masën arrest shtëpie për bashortën e Veliajt më 10 shkurt, por gjykata e zvendçoi me detyrim paraqitje në seancën e 12 shkurtit. Zoza akuzohet për veprën penale, korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i të zgjedhurve vendor, kryer në bashkëpunim në 9 raste dhe pastrim parash dhe fshehje të ardhurave. Në gjykatën e lartë pritet të merret një vendim në lidhje me rekursin e paraqitur nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha për masën e sigurisë detyrim paraqitje që është caktuar më herët nga gjykata e posaçme apelit. Me kolegen Glidona Daci që po ndjek nga afër zhvillimet. Glidona, të përshëndes, çfarë argumentesh janë përdorur nga mbrojtja e zotit Berisha në gjykatë për të shfuqizuar këtë masë sigurie? Leftion është për treta herë që kryedemokrati Sali Berisha shkon në dyert e gjykatës së lartë sa i takon në rekurseve të bëra për masën e sigurimit në ngarkim të tjerë. Në parë zoti Berisha kishte bërë rekurs në gjykatën e lartë sa i takon masave të cilat u vendosën në tetor të 2023-shit, masa detyrim paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit, më pas dërgoi me rekurs në gjykatën e lartë masën e sigurimit arrest në shtëpi, ndërkohë që tashmë ka dërguar rekurs në gjykatën e lartë kundër vendimit të dhënë në datën 3 janar nga ana e gjyqtarit Engert Plumbi, i cili vendosi që të caktonte masën e sigurimit detyrim për të paraqitje për kryedemokratin Sali Berisha, pas duke ndryshuar vendimin e gjykatës së posaçme të shkallës së parë, e cila revokoi këtë masën e sigurimit në ngarkim të zotit Berisha. Sipas informacioneve që ne kemi nga ana e argumentave të cilët janë dhënë nga ana e avokatëve mbrojtës, lidhet me faktin që tashmë seanca paraprake në ngarkim të zotit Berisha është drejt përfundimit, pritet të ketë një vendimarrje nga ana e institucioneve të drejtësisë dhe gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, e cila përfaqësohet në këtë proces nga gjyqtare Frela Davidi, e cila do të marrë edhe një vendim, dhe po ashtu nga ana tjetër, argument kryesor është intensifikimi i fushatës dhe lëvizjes që do të kryejë kryedemokrati për fushatën elektorale për shkak të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Dhe po ashtu nga ana tjetër, ata pretendojnë që gjykata e posaçme apelit nuk ka pasur bazën dhe argumentin e duhur ligjor për të ndryshuar vendimin në shkallës së parë dhe për të vendosur për zotin Berisha masën e sigurimit detyrim për të paraqitur
le të themi ndryshim masa sigurimi nëpërmjet rekurseve të gjykatën e lartë, kërkon dhe Ambarber Maltezi, për të cilin është caktuar masa e sigurimit arrest në shtëpi, si në shkallë të parë, ashtu edhe në gjykatën e posaçme të apelit, ndërkohë që më herët kemi pasur edhe vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila rrezonte pretendimet e Ambarber Maltezit. E qartë, do të presim kur të jetë gati vendimi në gjykatën e lartë dhe do të rilidhemi ishte aty drejt për drejt kolegja Glidona Daci. Pak më herët ndërkaq ne kemi dëgjuar në një konferencë për shtyp në kryetaren e Bashkisë së Tiranës, Anuel Aristani, që ka kompetencat e kryetarit për shkak se zoti Veliaj, kryetari i zgjedhur, është në burg i arrestuar me vendim të gjykatës. Do të lidhemi me kolegun Maksi Rama që ka ndjekur nga afër zhvillimet në Bashkinë Tiranë. Ne kemi njoftuar më herët Maks për dy zyrtar të shkarkuar. Ata u bën të njohur një ditë më parë, Sara Goxhaj dhe Alban Dokushi, por nuk morëm në një informacion të gjerë në këtë konferencë të shkurtër për shtyp nga zonja Ristani. Vetëm një sigurim për qytetarët se puna avion normalisht dhe se bashkia është në krye të detyrës. Çfarë mundet të mësosh më tepër? Lefti të përshëndes, është e vërtet në fakt Anuel Aristani, kryetaria e deleguar e Bashkisë së Tiranës, në një deklarat për mediat pak më herët, ka bërë të ditur se puna avion normalisht në Bashkinë e Tiranës, por pas një 24 orëshi apo 48 orëshi, mund të themi më mirë, ku ka patur disa, po themi, problematika që janë raportuar edhe në media, ajo është shprehur se paktën edhe pyetur për dy personat e mësipër, pra zotin Dokushi, por edhe zonin Goxhaj, se përse ata janë liruar tashmë nga detyra, është shputur çdo marrëdhënie, po themi financiare me Bashkinë e Tiranës, ajo është shprehur se është zbatuar çdo protokoll dhe çdo nen apo rregull i Bashkisë së Tiranës. Pra kjo ka qenë përgjigjja e zonjës Ristani në lidhje me këtë pyetje nga vetë gazetarët, pra për vendimin e orëve të fundit, pra për të dy ish punonjësit e Bashkisë së Tiranës. Megjithatë, zonja Ristani ka theksuar ndër të tjera që kjo situatë, po themi kaotike në thonjza që u krijua gjatë ditëve të shkuara në Bashkinë e Tiranës, ka qenë për shkak sepse kryetari Erion Veliaj, i cili ndodhet në paraburgim, ka patur informacione të cunguara, pra të vijimësisë së punës, së shprehur Ristani, dhe për këtë arsye ka ndodhur edhe këtë lloj problematikash, pra një lloj mënyre këto vendime. Por ajo është shprehur ndër të tjera për media, zonja Ristani, pra kryetaria deleguar e Bashkisë së Tiranës, që puna nuk do të ndalet, çdo do të vijojë normalisht, pra me vulen dhe firmin e saj që e mban tashmë prej datës 11 shkurt si kryetare e deleguar e Bashkisë së Tiranës. I qartë, ndërkaq këto ishin garancitë dhëna nga zonja Aristani, por asnjë shpjegim për shkarkimin e dy zyrtarëve të tjerë, Goxhaj dhe Dokushi. Po, vetmi shpjegim ose vetmi përgjigje në lidhje me këta dy individ pra të cilët janë shkarkuar tashmë, ishte vetëm fakti se zonja Aristani u shpreh se janë zbatuar të gjitha protokollet apo nenet e Bashkisë së Tiranës dhe nuk ka patur asnjë lloj parregullësie, po themi edhe në këtë vendim sipas saj. Ndoshta do të ketë një komunikim nga vetë dy personat e shkarkuar, por situata është ende e paqartë për momentin. Dim vetëm që zonja Aristani është në krye të detyrës dhe është ajo tani që drejton bashkinë më të madhe të vendit. Po, është vërtet, Lefti, ne jemi mësuar tashmë që prej datës 11 shkurt edhe në për inspektimet që ka bërë së bashku me kryeministrin Edi Rama në punët apo në projektet e kryeqytetit, ka qenë e pranishme gjatë gjithë kohës edhe vetë zonja Aristani, pa kryetaria e deleguar e Bashkisë së Tiranës, gjë e cila do të ndodhë edhe në ditët në vijim, pra që inspektimet do të vijojnë sërish nga kryetaria e deleguar nga Anuel Aristani, sikur se tha edhe punët në bashki nuk do të ndalen, po ashtu edhe informacione për të gjithë qytetarët që kanë paqartësi apo parregullësi për probleme të ndryshme që kanë të bëjnë me Bashkinë e Tiranës, janë të lutur që të kontaktojnë në numrat përkatës, po ashtu edhe në sportelet përkatëse të Bashkisë së Tiranës. E qartë, Maks, faleminderit për gjitha hollësit, informacionet e përcjella në këtë lidhje të drejt për drejt mbi situatën e fundit në Bashkinë Tiranë. Vijon kjo bashki e kryeqytetit drejtohet nga zonja Anuel Aristani. Shkojmë publicitet, kthehemi më njëherë pas pak. Të paktën 500 investitorë të huaj do të jenë në Tiranë më 27 mars për të marrë pjesë në një takim të thirrur nga Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve. Veprimtaria është një mundësi e shkëlqyer për zgjerimin e tregjeve dhe krimin e lidhjeve. Mbi 500 investitorë ndërkombëtar, 200 investitorë vendas dhe rreth 30 eksportues shqiptar do të mblidhen së bashku më 27 mars në Tiranë në aktivitetin më të rëndësishëm, Matchmaker Albania 2025.
Në këtë ngjarje të rëndësishme për zhvillimin e bizneseve do të jenë 20 shtete të përfaqësuara nga institucione dhe biznese dhe do të jenë 30 projekte private dhe shtetërore për të investuar. Eksportuesit shqiptar do të kenë mundësinë të lidhen me tregjet ndërkombëtare në takimin e organizuar nga Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve dhe mbështetet nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe Enterprise Europe Network Albania. Ndër të tjera, kjo ngjarje është një mundësi e jashtëzakonshme për të prezantuar investimet vendase dhe të huaja në Shqipëri, si dhe për të shfaqur potencialin e vendit tonë dhe për të krijuar bashkëpunime të reja me kompanitë globale. Pjesëmarrja e eksportuesve shqiptar në Matchmaker Albania 2025 paraqet gjithashtu mundësi për krijimin e lidhjeve strategjike me blerës dhe partnerë ndërkombëtar. Përmes takimeve të strukturuara, bizneset eksportuese do të kenë mundësinë të prezantojnë produktet dhe bizneset e tyre përballë një audiencë të përzgjedhur investitorësh dhe biznesesh të huaja, duke forcuar praninë e tyre në tregjet globale dhe duke kontribuar në rritjen e eksporteve shqiptare. Gazeta e madhe britanike The Times i kushton një shkrim Shqipërisë dhe vlerëson plazhet spektakolare, natyrën, mikpritjen dhe historinë e madje i fton turistët ta vizitojnë vendin ton për pushimet e kësaj vere. Shqipëria po shndërrohet shumë shpejt në një nga destinacionet më emocionuese të pushimeve në Europë, kështu shkruan gazeta e përditshme britanike The Times në një artikull ku rendit bukuritë që mund të vizitohen nga Bregdeti, kryeqyteti e deri në veri. Vendi ballkanik ka plazhe spektakolare, mikpritje të ngrohtë, një kryeqytet emocionues dhe shumë atraksione të tjera për të eksploruar. Plazhet e saj janë ende atraksione kryesore me çmime të përballueshme krahasuar me destinacionet më të njohura europiane për pushime. Sipas The Times, Shqipëria paraqet një alternativë fantastike për adhuruesit e natyrës që kërkojnë të largohen nga plazhet e mbushura me njerëz. Rrugët e reja si ato që lidhin fshatrat bregdetar të Qeparos dhe Nivicës në male e bëjnë më të lehtë aksesin në vende të shkëputura. Mikpritja ndaj të huajve sipas The Times është një tjetër pikë kryesore, veçanërisht në Bujtina, ndërsa Tirana vlerësohet si një opsion i shkëlqyer për pushime në qytet gjatë gjithë vitit. Ajo ka tërhequr vëmendjen e gazetës së njohur britanike për muralet nëpër pallatet e vjetra të kohës së komunizmit. Madje The Times kujton se kur kryeministri Edi Rama u bë kryetari i Bashkisë së Tiranës në vitin 2000, kryeqyteti i Shqipërisë përjetoi një transformim të rëndësishëm përmes një fushate pikturash që i dha jetë re ndërtesave të epokës komuniste të qytetit, me artin shumë ngjyrësh të rrugës. Në këtë artikull, turistëve u rekomandohet të vizitojnë qytetet e trashëgimisë botërore të Beratit dhe Gjirokastrës, të paharrueshme për arkitekturën, kalat dhe pazaret e tyre osmane. Ndërsa për të zbuluar një pjesë të historisë dhe të Ballkanit rekomandohet Butrinti apo Apolonia, ndërsa riviera shqiptare që shtrihet nga Vlora në Sarand vlerësohet për plazhet e saj magnitëse. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është lejuar nga gjykata speciale e Kosovës me Selin Hak të vizitoj varin e Tatit në fshatin Buroj të Skënderajt. Ai u soll nga Haga në masa të ashpra sigurie. Nuk i dhan leje për të marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të babait të tij. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u kthye në vendlindje 4 ditë pasi babai i tij, Haxhi Thaçi, u përcoll për në banesën e fundit. Ndalesën e parë në fshatin Buroj të Skënderajt e pati tek varri i Tatit. Aty qëndroi për rreth 15 minuta, ndërsa vendosi edhe një kuror me lule me mbishkrimin "Te varri jot erdha i fundit bab". Shoqëruar me masa të rrepta sigurie, me pjesëtar të Euleksit dhe gjykatës speciale, por edhe policisë së Kosovës, Thaçi shkoi më pas tek banesa e tij. Mësohet se aty ka patur takime të ndara me nënën, gruan dhe motrën. Në banesë qëndroi për më shumë se 2 orë. Nuk munguan as banor të zonës, të cilët donin që të ngushëllonin ish-presidentin Thaçi për humbjen e babait të tij. Duke shkuar për Prishtinë, pam që ka shkuar e presidentit, ishte duke ardhur për në vendlindjen e presidentit dhe ne u kthyem në rend dhe erdhëm drejt te Vorrezat këtu për ta ngushëlluar presidentin. Të ndihmë jashtëzakonisht keq, me pa presidentin Hashim Thaçi në një situatë të tillë ku nuk i lejohet të vije në varrimin e prindit të tij dhe të vije vetëm për të hudhur një grosht dhejash, një ndjenjë jashtëzakonisht e rëndë edhe për neve si qytetarë të vendit.
Kjo vizitë e Thaçit në Kosovë me lejen e posaçme të gjykatës speciale parashikohet për 2 ditë. Ai do të qëndrojë edhe në zyrat e Euleksit për të kthyer më pas në paraburgim në Hag. Kjo është hera dytë brenda këtij muaji që ish presidenti Hashim Thaçi qëndron në Kosovë me leje të gjykatës speciale. Herën e para ai kishte qëndruar për rreth 3 orë në qendrën klinike universitare të Kosovës më datë 13 mars, ku kishte vizituar babain e tij të sëmur. Në samitin e fundit të udhëheqësve europian në Bruksel është diskutuar situata në Ballkanin Perëndimor, ajo cilësohet e brisht. Në samitin e liderëve të Bashkimit Evropian në Bruksel u diskutua edhe për situatën në Ballkanin Perëndimor, të cilën e kanë vlerësuar si të brisht. Në konkluzionet e samitit thuhet se Këshilli Evropian do të merret sërish me këtë çështje në mbledhjen e muajit prill. Kryeministri Plenković tha se ai u paraqiti liderëve evropian shqetësimin e tij për situatën në rajon, veçanërisht në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe në Serbi, por Hungaria vuri veton që kjo të përfshihej në tekstin e konkluzioneve të Këshillit Evropian. Në një kohë kur Bashkimi Evropian po merret me shumë çështje të tjera në mbar botën, nuk duhet të harroj situatën në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ne diskutuam edhe për ndikimin që mund të ketë kjo situatë në rrugën e vendeve të rajonit drejt Bashkimit Evropian dhe në sigurinë e përgjithshme në rajon. Duke ju referuar deklaratave të Vučić kundër marrëveshjes ushtarake të Zagrebit me Tiranën dhe Prishtinën, Plenković theksoi se ajo nuk është e drejtuar kundër askujt, por synon të rrisë bashkëpunimin mes 3 vendeve në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, si dhe në fushën e reformave për integrimin euroatlantik. Ai shtoi se Kroacia nuk ka nevojë të pyesë askënd, as Serbinë dhe as Aleancën Veriatlantike, NATO-n për këtë çështje. Duke folur pas një takimi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, presidenti serb Aleksandar Vučić tha po në Bruksel se Kroacia dhe Shqipëria me këtë memorandum kanë shkelur një marrëveshje nënrajonale për kontrollin e armëve, e cila është nënshkruar në vitin 1996. Prekršeni, ali ne mislim da će zbog toga da brinu ni Prishtina, ni Zagreb, ni Tirana. Madje sipas tij, këto vende as nuk e kanë njoftuar NATO-n për këtë çështje. Vučić tha se me këtë Kroacia dhe Shqipëria kanë provokuar një garë armësh në rajon. Në Turqi vijojnë trazirat për shkak të arrestimit të kryebashkiakut të Stambollit, Ekrem İmamoğlu. Policia ka përdorur gaz lotësielës dhe plumba gome për të shpërndar turmat e protestuesve të mbledhur në disa qytete kryesore. Trazira në disa qytete të Turqisë pas arrestimit të kryebashkiakut të Stambollit, Ekrem İmamoğlu. Situata ishte më kaotike në kryeqytet dhe në Izmir. Mira qytetarë dolën në rrugë duke kërkuar lirimin e kryetarit të bashkisë së Stambollit, ndërsa thyen vendimin e autoriteteve për ndalim të tubimeve. Nuk munguan as tensionet dhe përplasjet mes protestuesve e policisë. Këta të fundit hodhën gaz lotësielës për të shpërndar turmën. E njëjtë ishte situata edhe në Stamboll. Mira qytetarë u mblodhën përpara godinës së bashkisë, si dhe në sheshe të tjera. Edhe aty policia përdori sprej me spec. Protesta qytetare u bën më masive pas deklaratës së presidentit Recep Tayyip Erdogan, i cili mohoi që ta ketë dhënë ai urdhrin për arrestimin e kundërshtarit të tij. Kreu i shtetit turk deklaroi se veprimet dhe ajo çfarë po ndodh janë një teatër politik nga ana e opozitës. Ekrem İmamoğlu u arrestua mëngjesin e së mërkurës bashkë me 105 persona të tjerë, mbi të rëndojnë disa akuza, ndërsa më të rëndat janë ajo e drejtimit të një grupi kriminal, si dhe përkrahja e antarëve të organizatave terroriste. Në lindjen e mesme tani, Izraeli ka intensifikuar operacionet ushtarake toksore në ripin e Gazës, duke vrarë të paktën 90 vet, mes të cilëve 5 punonjës Kombeve të Bashkuara. Qeveria izraelite tha se ka shenjëstruar vetëm antar të organizatës terroriste Hamas. Të paktën 91 palestinezë u vranë dhe 10 të tjerë u plagosën në sulmet e fundit ajrore në të gjithë Gazën pasi Izraeli rifilloi operacione toksore.
Avionët izraelit lëshuan fletpalosje në lagjet e banuara duke urdhëruar njerëzit të largoheshin nga disa qytete në veri dhe në jug. 5 antarë të stafit të OKB-s mbetën të vrarë gjithashtu. Filipe Lazarini, kreu i Agjencisë Ndihmës Palestineze të Kombeve të Bashkuara, tha se totali i punonjësve të OKB-s, të cilët janë vrarë nga sulmet, ka arritur në 284. Ushtria izraelite lajmëroi zhvillimin e operacionit toksor në Rafah. Më shumë se 590 palestinezë janë vrarë në sulme që kur Izraeli theuar në pushimin të martën. Pas 2 muaj shqetësie, banorët e Gazës po zhvendosen përsëri dhe sipas tyre nuk ka një vend të sigurt. Izraeli ka deklaruar se ka vënë në shënjestër vetëm militantët dhe fajson Hamasin për vdekjet e civilëve. Ndërkaq, kabineti izraelit ka votuar shkarkimin e kreut të shërbimit të brendshëm të inteligjencës. Netanyahu tha se këtë javë kishte humbur besimin te Ronen Bar, i cili ka udhëhequr Shin Bet që nga viti 2021. Ronen Bar nuk mori pjesë në mbledhjen e kabinetit, por në një letër dërguar ministrave, ai tha se procesi për shkarkimin e tij ishte i bazuar në pretendime të rreme. Nga ana tjetër, përleshjet shpërthyen gjatë protestave në Tel Aviv dhe afër rezidencës së kryeministrit në Jeruzalem, ku policia tha se 10 protestues u përpoqën të çanin kordonin e sigurisë. Vendimi për shkarkimin e Ronen Bar pasoi disa muajsh tensionesh mes tij dhe Netanyahut lidhur me një hetim korrupsioni mbi akuzat se një numër i ndihmësve në zyrën e Netanyahut i ofruan rishfet nga njerëz të lidhur me Katarin. Irani ka hedhur poshtë pretendimet e amerikanëve se ai fshihet pas rebelëve Houthi të Yemenit. Ayatollah Ali Khamenei tha se Teherani nuk ka nevojë për përfaqësues në lindjen e mesme dhe se grupi Houthi vepron i pavarur. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei i është kundërpërgjigjur presidentit amerikan Donald Trump se Teherani nuk ka nevojë për përfaqësues në lindjen e mesme dhe se Houthit e Yemenit veprojnë sipas motiveve të tyre. Amerikanët duhet ta dinë se nuk do të arrijnë askund me kërcënime kur kanë të bëjnë me Iranin. Ata që kërcënojnë duhet ta dinë se ne kurrë nuk kemi nisur ndonjë konflikt apo luftë me asnjë vend, por nëse dikush vepron me keqdashje dhe fillon një të tillë, ata do të përballen me përgjigje të fortë. Presidenti i SBA-ve Donald Trump në fillim të kësaj jave u shpreh se do ta konsideronte Iranin përgjegjës për çdo sulm të kryer nga Houthit, pasi administrata e tij zgjeroi operacionin më të madh ushtarak amerikan në lindjen e mesme që kur u kthyen në shtëpinë e bardhë. Sulmet amerikane kanë vrarë të paktën 50 persona. Ndërsa grupi ka kryer mbi 100 sulme ndaj anijeve që nga fillimi i luftës së Izraelit me Hamasin, në solidaritet me palestinezët e Gazës. Me mira familja në Londër kanë mbetur pa energji elektrike, ndërsa mira fluturime janë anuluar dhe devijuar nga ana tjetër për shkak të një zjarri që ra pranë aeroportit Heathrow. Zjarfikësit e Londrës po punojnë me policin për të hetuar shkakun e zjarrit të madh në një nën stacion elektrik që mbylli aeroportin Heathrow. Përfaqësues nga zjarfikësit e Londrës thonë se zjarri përfshiu një transformator duke krijuar rrezik për shkak të pajisjeve të tensionit të lartë. Aktualisht 5.000 shtëpi mbetën pa energji elektrike. Nuk ka energji elektrike në terminalin e 4 të aeroportit Heathrow. Incidenti detyroi Heathrow, aeroportin më të ngarkuar të Europës, të mbyllej. Pritej të kryeshin 1351 fluturime me 291.000 pasagjerë. Mbyllja e aeroportit detyroi mijëra udhëtar të devijonin fluturimet e tyre. Ata u bllokuan pranë aeroportit Heathrow të Londrës teksa u përpoqën të gjenin mënyra për të ribashkuar me familjet e tyre. Çmimet në hotelet për rreth Heathrow rriten me faqet e rezervimit që ofronin dhoma deri në £500, afërsisht 5 herë më shumë se nivelet normale të çmimeve. Kjo ngjarje parashikohet të kushtojë industrisë së aviacionit miliona pound humbje. Pas vëmendjes që i sholli Donald Trump, i sholli Grönlandës tani pret më shumë turist. Këtë e ndihmon edhe rritja e numrit aeroportave të vendit. Pasi presidenti amerikan Donald Trump kërkoi kontrollin e Groenlandës, vëmendja ndaj ishullit është shtuar. Hapja e aeroportit në Nuuk në nëntor të vitit të kaluar e ka bërë më të lehtë udhëtimin në ishull. Kompania United Airlines do të fillojë fluturime direkte nga New Yorku në Nuuk në qershor.
Ilusat, qendra kryesore turistike e Groenlandës do të hapë gjithashtu një aeroport të ri ndërkombëtar në vitin 2026, ndërsa një aeroport tjetër është në ndërtim me sipër në jug të vendit. Që kur djali i Trump, Donald Trump Jr. mbërriti në aeroportin e Nuuk, presidenti amerikan nuk është ndalur nga deklaratat e tij për Groenlandën. Ivik Knudsen Oserman, kompania e cilit organizon ture me varg, thotë se biznesi i tij ka filluar të zgjerohet. We are getting much more bookings that we have received. Ne kemi më shumë prenotime se sa kemi patur më parë, veçanërisht për shkak të një njeriu me mbiemrin Trump, i cili ka vënë Groenlandën sërish në qendër të vëmendjes. It was one of the last parts of the world I haven't seen actually, so it was on my bucket list. Ishte një nga pjesët e fundit të botës që nuk e kisha parë, kështu që ishte në listën time të udhëtimeve. Prandaj kjo është arsyeja pse unë vendosa të vi këtu. Për shkak të vëmendjes ndaj ishullit, nuk e dim se çfarë mund të ndodhë javën tjetër apo nëse do të ketë ndonjë flamur tjetër. Next week or if it's another flag up here or whatever. Shtresa e madhe e akullit dhe jeta e pasur detare janë atraksionet kryesore për turistët. 3/4 e operatorëve turistik raportuan një rritje të prenotimeve pas hapjes aeroportit të ri në Nuuk. Kombet e Bashkuara paralajmërojnë se të paktën 2 miliard njerëz në botë rrezikojnë të mbeten pa ushqim dhe pa ujë. Natyrisht që kjo vjen për shkak të ndryshimit të klimës që po sjell shkrirjen e shpejtë të akullnajeve. Shkrirja e akullnajave kërcënon furnizimin me ushqim dhe ujë për 2 miliard njerëz në mbar botën, prelajmëron OKB-ja. Sipas një raporti të UNESCO-s, 2/3 e të gjithë sektorit të bujqësisë në botë kanë të ngjarë të preken nga shkrirja e akullnajave si pasojë e ndryshimeve klimatike. Më shumë se 1 miliard njerëz që jetojnë në rajonet malore tashmë po përballen me pasiguri ushqimore dhe sipas ekspertëve situata ka të ngjarë të përkeqësohet. Akullnajet mund të zhduken brenda këtij shekulli, por ka një lajm të dytë të keq. Shkrirja do të vazhdojë për vite me radhë dhe do të rrisë më tej nivelet e detit në shekujt e ardhshëm. Sipas Michael Zemp, shkrirja e akullnajave ka çuar në rritje të nivelit të deteve me rreth 25 mm. Ekspertët thonë se çdo milimetër rritje është paralajmërim që 300.000 njerëz në rajonet malore të përballen me rrezikun e përmbytjeve. Shkalla e ndryshimit të akullnajave është më e rënda e regjistruar ndonjëherë sipas një studimi të publikuar nga Organizata Botërore Meteorologjike, e cila publikoi raportin vjetor të gjendjes së klimës këtë javë. Shkrirja më e madhe e akullnajave ka ndodhur në 3 vitet e fundit me Norvegjin, Suedin dhe Andet ndër zonat më të prekura. Afrika Lindore ka humbur 80% të akullnajave të saj, ndërsa në Ande 1/3 e tyre janë shkrirë që nga viti 1998. Akullnajat në Alpe si dhe në Pirenei, më të prekurat në Europë, janë të kurrur me rreth 40%. Kombëtarja shqiptare e futbollit do të ndeshet sonte në mbrëmjen në stadiumin Wembley me Anglinë, një përfaqësuese mjaft e fortë dhe pretendente për Kupën e Botës. Shqipëria ka natyrisht objektiva të tjera në këtë ndeshje të parë debutuese për kualifikuese të botrorit vitit 2026. Me kolegun Irgis Jusenaj tani për më tepër. Hollësi Irgis, të përshëndes. Pari, si do të rreshtohet kombëtarja shqiptare e futbollit në këtë ndeshje debutuese për kualifikueset e botrorit? Përshëndetje Leption, pak a shumë trajneri Silvinjo i ka ide të qarta për të sfidë të parë të kualifikuesave. Është një takim ndaj një rivali shumë të fortë, nuk ka komente dhe nuk ka nevojë që të ndalim te kjo. Le të themi që ka pasur edhe ka disa dyshime, jo Silvinjo, pasi nëse situata do të ishte e mirë, ai sigurisht që do ta kishte bërë tashmë zgjedhjen e tij, bëhet fjalë për repartin defensiv, ku 2 mbrojtës qendre si Kumbulla dhe Ismaili kanë pasur probleme. Të paktën nga informacionet e deri tanishme, Silvinjo le të themi që ka zgjedhur që këta futbollistë të mos t'i aktivizojnë nisur nga gjendja e tyre jo optimale, edhe pse nuk përjashtohet mundësia që në momentet e fundit, duke pasur edhe një konsultim të fundit me futbollistët të jetë ndryshme, por si fillim në port do të jetë Strakosha, në qendër të mbrojtjes Gjimshiti së bashku me një futbollist si Ajeti që ka goxha eksperiencë, kemi Alin të majt, në mungesë të Mario Mite, gjithashtu një mungesë shumë e rëndësishme, por futbollisti ka
pasur një problem edhe para disa ditësh i është nënshtruar një ndërhyrje, gjithçka ka shkuar mirë, megjithatë do duhet kohë që ai të rekuperohet, nuk do ta kemi për të sfidë, eksperiencën e tij dhe vizionin e tij, edhe sigurinë që ai ofron në të majt. Në të djathtë do të jetë një futbollist si Ivan Balliu, një lojtar i cili nuk është aktivizuar shumë me skuadrën e tij në La Liga, megjithatë ka eksperiencën e nevojshme, gjithashtu edhe formën e nevojshme për të bërë mirë në këtë përballje. Laçin, Aslani dhe Ramadani në mesfush, ndërkohë që në ofensiv do të kemi normalisht do të kemi një futbollist Yasir Hasani, i cili gjithmonë na ka dhuruar gola dhe na ka surprizuar me paraqitjen e tij, dakord, në këto e kemi parë që ka bërë shumë mirë me skuadrën e tij në kampionatin korean, gjithashtu edhe në Championsin Aziatik. Është një lojtar në bazë të statistikave që ka një mesatare të realizimit të golit, një gol çdo 90 minuta, kështu që presim që pse jo edhe të bëjë diferencën në këtë sfidë, edhe pse përballë do të ketë yjet e ekipit, por është lojtar i cili në të kaluarën, të paktën për sa kemi parë, ka mundur të dhurojë emocione edhe të zgjidhë takimin në momente të vështira. Një dilemë sa i përket qendrës së ofensivës, Uzuni është i favorizuar, megjithatë nuk përjashtohet mundësia që të jetë Rej Manaj, duke pasur parasysh intensitetin edhe vrrullin edhe luftën që do të jetë në të gjitha repartet, pritet që të ketë hapësira edhe për brojën, edhe pse duhet vendosur në momentet e fundit, duhet parë gjendja e lojtarit dhe si do të gjykojë Silvinho për të saktuar takimin, edhe në të majt të ofensivës do të jetë një futbollist i Bajrami, pra gjasat janë të mëdha që të jetë ai në fushë. E qartë, Irgis, cilat janë shanset për kombëtaren shqiptare? Kemi dëgjuar nga federata, nga zoti Duka, kemi dëgjuar nga përfaqësues të tjerë të thunë se është një ndeshje e vështirë, por që tek e fundit duhet shijuar, kështu tha dhe vetë tekniku Silvinho, pra duke mos u fokusuar thërësisht tek rezultati. Atë Leftion, është shumë e vështirë, nuk është e vështirë, është shumë e vështirë. Ne luajmë në një stadium si Wembley, luajmë ndaj futbollistëve të cilët janë lyje me skuadrat e tyre. Një detaj shumë interesant, mjafton të përmendi faktin që kundërshtar do të kemi të paktën nga reparti i tyre ofensiv, pra Kane apo Jude Bellingham apo Phil Foden, Gordon, lojtarë të cilët së bashku kanë realizuar deri në 62 gola deri më tani në këtë sezon, para është e kuptueshme që si mbrojtja, por edhe mes fusha jon do të ketë shumë punë për të bërë. Megjithatë kjo është lojë skuadre, të gjithë duhet të jenë në formën e tyre më të mirë. Ndoshta nëse kemi fatin me veten, ndoshta në rast të ndonjë episodi që mund të bëjë diferencën në ana e kuqezimeve, do të mund të shpikin ata edhe mund të ndodhë diçka që mund të jap një tjetër rrjedh takimit. Kam lexuar së fundmi më trajtimin që i kanë bërë mediat angleze kësaj përballje dhe gjithë presioni është mbi Tuchel. Avantazhi jon i vetëm është fakti që kjo është sfida e parë për një trajner si Thomas Tuchel në kombëtaren angleze. Normalisht e gjithë mendja është tek ai. Tuchel duhet me patjetër që të fitojë, është detyrim për atë. Nga ana e trajtimit që është bërë kësaj sfide, në Angli nuk mendojmë për sfidën me Shqipërinë apo me Letonin, pra i llogarisin si sukses e këto. Synimi i tyre është edhe që tani mendojnë një ekip që do të fitoj Kupën e Botës. Pra ata mendojnë për të fituar Kupën e Botës 2026, edhe pse kjo është sfida e parë kualifikuese. Por le të themi që ky koncept i Tuchelit, pra duhet një skuadër e cila të jetë agresive, një skuadër që duhet të bëjë presion lart, një skuadër ku futbollistët duhet të futen në dy luftime direkte për të bërë presion, për të marrë topin, edhe mund të has vështirësi, pasi nuk është e thjeshtë për një trajner që të mund të vendosë në zbatim nisur nga kohë e pakët që ka në dispozicion të gjithë idetë e tij dhe filozofinë e tij të lojës. Ndoshta kjo mund të na ndihmojë ne, fakti që ne e njohim shumë mirë njëri tjetrin, fakti që te kuqezint nuk është se do ketë ndonjë ndryshim të madh sa i përket skemës, ta lojtarë janë mësuar që të luajnë, janë përballur me kundërshtar të vështirë në të kaluarën, edhe të nivelit të Anglisë, kështu që shpresojmë me shumë shpresë, me shumë fat edhe mos tjetë nga ana tjetër fati nga ana e tre luanëve, të mund të kemi një rezultat pozitiv. Nga ana psikologjike gjendja është e mirë tek kuqezint të cilët në fushë e kanë bërë të qartë që futen për të marrë pikë. E qartë, kombëtarja luan sot në orën 20:45 minuta, natyrisht sfida transmetohet ekskluzivisht dhe falas në televizionin kombëtar Klan. Irgis Husenaj, faleminderit për të gjitha hollësitë dhe analizën e përcjell këtu drejt për drejt. Dhe ishte gjithçka për këtë edicion, miru takofshim.